Tubo. Përshëndetje miq të gazetës Demos, të podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. Na në mërgim kemi shumë shqiptarë, qoftë vajza dhe qoftë djem, që na prezantojnë Kosovën ose e përfaqësojnë në një farë forme, në formën më të mirë. Unë sot në studio kam një që na përfaqëson neve, kështu që kush tjetër pos Valjan Berisha. Përshëndetje Valjan. Përshëndetje. Shumë faleminderit që pranove sot më kanë pjesë e podcastit Tupo. Faleminderit për ftesën. A pritove më arë, që shke rruga dhe në Prishtinë? Jo, jë mësu rrugë, sa problem. Po mdo këtë kolonat edhe... Po, kolona sa dush, ama... Jo, për kolona fola, ama jo. Jë mësu në kere kam qef. Ki qef me vëzit? Po. Qysh po kalon në Kosovë? Sa shpesh po të bjerë më arë në Kosovë? Po, më përgjësi mirë gjithë. Në Kosovë më pëlqen, ka dhe mirë, po. Ka po rrinë ma shumë? Apo rrinë Podjeva, edhe në Podjeva edhe në Prishtinë. Që të dyja ma shumë. Se në Podjeve ka, dhe më thonë, anej i Podjevës jam, atje kam shpinë, a në Prishtinë vi ka qa shpesh, se shumica sena që i bëj ose ushtrim, ose qëfar do, kur dalim na ikon me shok, ose me të familjes në Prishtinë këto. Në Prishtinë. Qysh po kalon këtu dhe që sa kjo arë në Kosovë, se mdo këtë je kon ti për aktiv kove të fundit, gjatë ka të kom po? Jëm konë që një, të bënë mdo këtë 3 javë, nashta po, 3 javë, 4, ja, po, gati 4 valla për mdo. Si jem të bënë e farë regenerimi, jem pak i lëndum për moment, ose jem konë lëndum ma gatë, po kum lume një lëndim, tash ke arsyesh me pak me bëni pauzë për me regeneru. Jeta ju të zhvillu po thuj se shumica në Suedi. Çka mundet me na fol Valjoni për atë pjesë? Jo, Norvegji. Suedi veç im lind. Veç ke lind të pas jetu atë? Jo, ja, në Suedi veç im lind dhe kam thonë vazhda, ne. Edhe taj Norvegji shumicën, do më thonë i kam bo 11 vjetë. Jum rritë e krejt shkollën e futbolën e çdo sen atje kom krye, tani jam dal në Austri me 19 vjet. Ama po, në Norvegji jam rrit. Qysh për bjanë, dhe më thani ke ndruz disa vende, po ku je bu rahat, kështu ku e gini vetën mas mire. Qysh thash, në Norvegji jam rrit, normal që atje nuk është që adin një jeta, familja, prind, vllau, motra, krejt. Ama kështu nashta shpirti po shon mas mirë në Kosovë, tash vetë kallzoj drejt, më pëlqen Kosova. Gjithë na kanë ngrej më ardhën Kosovë sa më shumë edhe kur na kon më të vogël këtë familja gjithë, domethënë çdo veri na ardh këtu te familja më e madhe domethënë, ama po këtu po shon shpirti mas mirë. Çka kujton Valjoni për fëmirisë vet? Po më intereson çysh e kon kur e kon si fëmijë. Jam kon. A gjasë që e mon vetëm me top man. Shumë energji, shumë gjithë adim pozitiv, të kesh. Ama energji shumë po edhe prindë më thojnë gjithë ti e kondi qysh kurs su doftë më mësu sen zotit i ki ka me topa, me bicikla, me gjithë sen veç i po edhe ke ecë i e konë shumë i gjallë po diçka në veç nërë adin është ta është me këshyrë që më thonë që shu sil jeta ju më rritë një qytet shumë të vëgël kur e menaj që ku ju më rritë që ku më rritë me po e me diqysh gjithë i thamë bët vetës jam shumë adin falëndëruz në daj zote që më ka jep këtë mundësimi po këtë të sene Të e pas parasysh ju që jeni lindë dhe jeni rritë jashtë, kur keni arë në Kosovë ju kanë rujtë ashtu pak, adin mos e këzden, ma ruja, atë kanë rujtë ju që shtë e Jo, mos më manë kanë ru, Allah, më të ka të drejt najna, që shtë shumë i gjallë, adin edhe në Kosovë kena kalu shumë mirë se djemë të halës ata si gjenerat me neve, na bika adin shumë, aja më të ka të drejt krasia jetës o konë që atërë, më të ka të drejt, adin feminin, mënyrën që kina lu tash mos fëmia s'po luan që kina lu ti që më duket telefonat na kanë bë social media sa në vene mu kur e kotoj atë kohën kur vishëm Kosovë na shtat kina pasur shumë po knasia u kon shumë e madhe. E përmende kohën kur ke ardhur në Kosovë, kur i kanë një vogël, domethënë që ke ardhur me familjen, sa shpesh keni ardhur në Kosovë? Po një herë në vjet atë. Që më thonë të bosa më shumë për më ardhë. Po atëru që më thonë veç babi na ka mojt një farë mënyrë, o do fëmi bo senet, por me mujtë marrë një verë me shiu të amanë, kështë se sukon, në ka kështë që konë edhe letë, edhe pse i kina jetu jashtë, do t'mi bo senet, dhe gjithë sen kushtën të ashtë, edhe në biletat, senet, venet, po na ciu konë se ke ardhë, ke nejtë një mujtë që ke shiu të amanë, konë nice. Ti e përmende babin që është dash me punu, e kështu, ti e ke përmende edhe me një intervjistë me sa e kom njënë që e ki idol të jetës, babin. Çka mundet me na fol Valjoni për këtë pjesën e idolit të vetë? Se shumica e trive ose njerëzve kanë idol, nashta njerëz që nuk i kanë kur gjoha, dhe veç fytyrë publike që ka bu diçka, ka arrit diçka, e rastet ralla janë që për një me i shmojnë edhe i vlerësojnë familjarët ose aq më pak prind të vetë ashtu. Po normal dytë,
se dytë kanë venë në vetë, nona venë në vetë, baba venë në vetë, apo bobit. Më ka rone, gjithë më kisha qef me nejtë me njerë si pak man mush, edhe me bobin gjithmonë kom shku mastina dhe qish. Edhe kom po, sidomos kojnë akoma të vagris në ka rome, po shumë se të punu 2-3 puna, por shumë veç sa për me bo, të më thonë me pru diçka në shpe për neve, po edhe me një mu familjen që u konë në atë ko të vështira, u konë lufta, u konë senet, u konë e bobi ka mojt krejta, u konë këtë familjen, a familje molle. Ama mun ka ronë sy gjithë që bobi ka punu shumë, ama edhe na ka najt gati pak ka din. Më pëlqen i kom thonë që i kom pak i shtirë, se na i na kom pak të halazit, si thmi, po i na kom kështut ka shkolla, ka sene, si kena pon prind që ashtu i kom pos qef shkolla, u kom primare, futbolli u kom knasia jeme, zoti ma ka qua, o vëtan, edhe normal që kom shmërdzu me mri që kaq, po e di që ka hjek shumë, e tani kur i më rrit mas një kohë, që atëre kom e po vërtetu për një meso do të me vlarësu printa, se kanë hjek shumë për mi pos na krejt senet, kur u konë mas shtirti, tani na kur bona vetë dyqysh me pos një rogë prej futbolit, edhe me mujt me një mu familjen, që atëre ja kom dit lirën që ka bo bobi, që si ka pos mundësit e mija, për shumë mu futbolit mi ka jep frutet pak ma shpejt, ka ona financiare, po bobi ka hjek shumë adin edhe momin në aspekt se ka ro ma shumë me thmit, se bobi vishë më pun, e tani kërë në rrit pak, normal kam punu dyt, po e di që mundin ma të mollin i ka ro atina, se u konë edhe ka onë e familjes vetë, u konë djali maj malë, i ka taku me punu me pru, adin do me thonë, ka ona pare më shpe, me një mu shmbine, që ata, për që ata edhe e di që ka hjek shumë, për që ata e du bobin, diqysh në ekstrem, si... Do me thonë për dhe ishe babin ma shumë. Jo, momin e du kështu ka ona, do më thonë, e zemrës, nona gjithmonë është prekse, se momin ka mojnë me nëna nën muja, aja pa to si shak të. Adhe, normal pa dytë, amo nona e koha atë efektin emocional matë malë, amo babin dhe që shumë ka lidhë shumë punë me to. Më ka mësu shumë sene. Shka të ka mësu dhe shka babi? Shka më bënë të dhe shka në menë që të ka mësu aj? Shumë sene. Sene e parë për shumë që më ka thonë si i vëgjil, adin më ka mësu, din që dhe sen është në regull me bosit thëmi, gabime, vesh më rajtë nësë më rajtë. Së më rajtë, mësosh me rajtë. Edhe ra një herë, 2 herë, e dani e hube dhe besimin të prindë. E qatë sen s'ko më dosh me bokur, e kështu më mësu, më ka mësu shumë sen, sidomos për shumë ka ona futbolli, gjithmonë më ka thonë, puna do të më thonë mu respektu, a gjithë punë. Amo flaj me ko, ha mirë, sa në vene, por me mujtë ma rritë, mu konë so ma i fëqishëm, por gjithë punë që a shkolla, zdo sen, na ka nejtë shumë gati, kina flaj gjithë me ko, si thmi, ta shte thmi asë që po flajnë, bili, na ma përbora, kina pos da regla, më pëlqen se si i ri shumë kanë bon njerëz mas mes për shkak talentit futbollit, a buton, ti mund shmu halazit shumë. E kur e din për shembull të shtëpia ki prind që e lypin respektin, lypin këto sene tani i edhe vet. Më falenderoj shumë që ju konë që ashtu. Ka njerë të mundesh me thonë ashtu pak i shtirë, po mirë që konë i shtirë, më pëlqen. Se dyqysh shumë do sene i kima në regull, kër e ki njani në prend ma të shtirë, ose me pas të dytë është pak problem, me pas veç njani. Ama, po dhe nga ka najtë goti, se unë menoj disciplina e bën edhe punën, të ashtë për shamë ti kër ki disciplinë në punë tonë, edhe në jetë besoj që ki disciplinë. Fiks, kështu që kjo ta ndihmon. Mu për vetim ka ndihmu shumë, se unë e kam pas mamin ti për të vështirë ashtu, e babi u kun ma jurë, kështu që po të kuptojnë këtë pjesë, plus e shka i të dojnë. Babat bojnë, i lojnë ka qika djenë pak ma, ka djenë njërë pak ma të revtë. Se di njeve babi gjithë na ka mbrojt, ashtu dhe mami kur na ka bërti diçka, i më njarë që na ka mbrojt, kështu që po të kuptojnë këtë pjesë plotësisht. Kur hina me lyp diçka për ty, ta shajt e këshyri pak ma në detaje, të di shka me folë, shka me pyt, mdoj që ja ki blej babit një kërë. Qysh ka tërë me ideja me ja blej babit një kërë? Unë e besoj, thanin matë malë që mund është me bo është me gëzu print, adi mas pari, se dush me janë, gjithë sen, tashtë unë më ka, elhamdre epizod, më ka jep mundësi me gëzu shumë njerë se jashtë në prindve, ama kam qef me janë iste print, ata më kanë rrit, ata më kanë bo, ata më kanë mësu, më kanë eduku, më kanë najtë gati me qatë kom pos nevoj, si vëgjel e normal që kur ki mundësi, si kera, po shpia, që ka do qoftë, por print është me gjithë zemër, bili, adine edhe me gëzu, për shemë, ju që najsa, për kur ja bleva kjerën bobit, momi e më tha, bravo, adine ke gëzu bobin, adine që shra, adine, është një seni mirë, që shtash, mu gëzimi maj mall i jemi kështu në jetë, është kur mu me gëzu të tjetër kënë. Si do mos le mo prende, sa në vene, vlau, motrën, ama kur e gëzën dikën, ju veç ka ona financiarë, se njerë më nëjë që vish dush me jep.
nashta një këshill, nashta një orë rrin me dikën, e mëson diçka, ja jep energjinë tonë që se ka të nashta ti tërkosh. Po kupton, shumë njerëz më kanë thonë kështu kur më ka rënë me najt me mua se unë e di kështu nashta në televizor në fush duk na shumë agresive, nervoze, ama kështu non jashtë na futesh jam shumë energjetik, jam pozitiv, e shija jetën se di që çdo ditë që më jap Zoti është diçka ekstra, e provoj më shfrytzuar, më jap dikujt na. Çfarë do të qoftë, 1 minutë bili knasia, mu po do me kalu pak jeta jote profesionale, më ta lu pak këta private, për ma vonë tani të ngutse najsan. Ka ardhë ideja me përfatsu Kosovën? Ideja u ardhë se normal mas pari kur i më rritu në Kosovë s'ka pas përfatsu se sa në vene, po kom thonë shumë vene këtë sen, po zdi dishysh nashta njeri kur i flet do se në ndollin. Unë shpesh që i kum full, thënë, ishallah më do kjo, ishallah e bëj qëta, më kanë bo realitet, nashta s'po di. Me nej që ka zemra, edhe ka mendje, jem djali mirë, edhe adin, jem falendrus në çdo sene që e bëj, po hizmetin ja kum bëj çdo sene. Ama për kombëtarën nuk ka një men një ondër, dhe qyrë si edhe 11 vjeqarën bjen men, në ka qith një berber nërve gjithë, dhe isha, ma e mbet ka din kuki që me lu është, dhe isha, me bo Kosovën e herë, kombëtare ka me lu Kosovën, ja pa ta bo, atër, më bjen men si sët, e tani normal në 2016, kur u pranu, në UEFA, në FIFA, e kena marrë me kalu që to e taku në herë me berberin, a i ke të regu që hej, unë jëmë bo. Po jo, a e din sa a i faktikisht ka në atë kohë, shkoj që të berberi, a i ka jetu, na kena po shpia, a i ka jetu në nërd, neve, dhe më thonë, në banes. Edhe veç të shërnal, vikën, në banjo, pap, edhe, jo, normal, shumica kanë menu që kanë me mërit, diçka në futbol, kër ju mërit pak ma shumë, ama jo bash, nashta, qështë që shumë ka shkua. Ma ndej vitin 2000, sa ke të 16. Dhe më thonë që atëherë u ardhë kua vendimit, unë atëherë kom lu për kombëtarën në Norvegjis, 20 loj kom lu, unë kom debutu shumë heret për Norvegjin, 18 vjeqar, prej si talenta materin atë ko, po Kosovën e kam në zemër, tash, e du edhe kërguar mundësia, së që ku menu shumë, po o kona ja puna që edhe vlone kam sportist, futboler, edhe a i kalu në qatë ko për në kombëtarën në Norvegjis, o konë në vendim jo edhe që letë, se i na rrit atje, Norvegjian që me thonë hapat si në shkollë, si në futbol na kanë jep, dhe me thonë na kanë mbështet, po dhe kena meritu, se kena pjonu, se kur kush valla i stjep sen zotit fala, vëdën. Bash, kur gjokën përës është falj. Fiks, e tani kur u konë kua vendimit, u kom pak shtirë, po a i vendosi për Norvegjin, unë e vendosa për Kosovën, e knej jam shumë i knash në aspekt se diqysh një falenderim ndaj Norvegjis, por që na rrit atje zdo sen, po edhe këtu me mardë, gjithë kom pas qef mardë edhe më jep, nashta edhe shpresa edhe gjithë sen generatat e reja, ma shumë për ata e kom pas, se kom pas për vetës, unë e kom pas futbol, e kom pas jetën e futbol, kom ri edhe në atë kohë më konë lejtar i mirë në Salzburg, luqja internacional, njerëz kanë ditë për mu, po kom pas qes gjithë me një mu Kosovën, adin edhe mja jep diçka adin pej vetës Kosovës, jo veç ka ona që vije, vizitoj, e kam familje, po edhe nashta në aspektin e futbolit. Me kontribu. Po, fiks. Mu po më interesan, a menon që e ka meritën naj trajner për zhvillimin profesional që ka Valoni? Shumë trenera. Ata që në konë ma kritiku se ma të rept, atim veja e pidorën ma shumë, se jëmë konë që se dhe që ato lidhna edhe të Bobi, për shumë si me trener, se Bobi gjithë lujsha shumë mirë si i ri. Gjithmonë, çdo loj, lejtari loj, çdo loj, tu jap golla, asistime, edhe vllau u konë shumë talent, ai konsulmus, e kom furnizu gjithmonë. Po, u përfalsha shumë, po në shtëpi gjithmonë Bobi sen në parë, direkt që s'kilu mirë. S'ma bëj ke qefin. Kur s'ma ka bëj kur. U kthej shonë në shtëpi, nashta kam 10 golla, sen s'ki bëj, vëdan. Besh tu e di që nuk bën mu koni knas me që bën gjithmonë dush me punu ma shumë për me rrit ma shumë. E që tu ja e përdojnë se ka di që unë mua i sen vishë më shtin me dollë me ma shumë, me punu ma shumë, me vend se me ushtru 5 orë, 6-7 orë, u përdojnë veç se për mu bo ma i mirë. Që ato ja e përdojnë prindve kanë ditë me folë me neve, si në ka shkolla si sene, mëna gjithmonë adin mëna shtypur me marë nota ma të mira, ose në futbol me lu ma mirë, në gjithë sene. Që ata që në konë, që ata nashta e kom pas i babën si idol, kur kom pas edhe një trener që u konë qashtu, kom pas qef me jep shumë ma shumë për ta. A din mi kalzu që unë jam, edhe ma i mirë si sa për më ndonë. A ka pas një moment që ke menu me lunë futbolin? Kur, së më ka ra me menu që me lunë futbolin, po më ka sil jeta që kom pas një lëndim, sidomos në Lazio kom kalu një vjetë merë shumë e lëndime që vish lëndimet
s'm ka ndodhur kurrë, kupton? Po zakon është shkruar në apo di, edhe tani u ardhi aspekti që do doktora në një farë mënyrë kanë thonë që gjasat janë të vogla që ti mundesh me vazhdu, kupton? Po kur don Zoti, kur don ti s'don mu dërzu për çdo sen, çfarë do sfide që del përpara e shkon e lyp njerëz që dinë çka po bojnë, dinë me punu me trupin, ata më kanë kthyer në fushë. Domethënë ata janë dy persona që jetojnë në Austri, ata më kanë kthyer në fushë, por i falenderoj shumë se që ta 6-7 vitet që i kom pas mas çatile ndihmë, domethënë atë kohë më kanë më të mirë, 25-26 vjet, ku dosh më kon ti në mënyrë on fire adin, e më ndodhi aja bum si për fytyrë edhe s'mojsha me para mendu veten me lon futbollin, diçka çam me bë pa futboll, ja bësha vetes, edhe çam me bë pa futboll. Jo di shumë sana, po futbollin e kam për zemra, kupton? Amo po, çaja amo kështu në veti jo kor. Okej. Çka mendon për lojtarët për shembull që ju ka ardhur sikur ftesë për me vendos a me vazhdu me lujt për kombëtaren e Kosovës a për kombëtaren e Shqipërisë. Nëse ty të ka bëhe njëjta për shembull, a ke pas problem me vendos ka po don? Jo, se unë kur kom debutu për Norvegjin, jam kon 18 vjet, garant Shqipnia s'ka ditë për mu, s'besoj kur. E tani kur të kom debutu për Norvegjin, normal shumë njerëz kanë ditë për mu, tani unë mos kom mujt me ndru për Shqipnina, unë veç Kosovën e kom pas. Amo unë jam që më thonë, unë si jom rritë në Kosovë kur gjë, po e kom dash Kosovën gjithmonë, edhe që ata i thamë njerëzve kur i vjen kjo ftesë, ti dush me ndi mbrana, unë e ndi për shembull, unë e kom di gjithë që kur vjen çikisen, unë e kam me bë, kupton. Amo e këta që janë na shtatu menu e sa në vend, unë e di që është kjo futbolli është biznes, a kupton? Gjithkush që lun ashta për Zvicrën, del në sy më shumë, kur e ka ato ofertë. Kosova më e vogël, më pak për folme sa në vend, amo ata s'du më javin punu kërkojnë. Gjithkush që mbetum thon, vendimi më i mirë që kum bën ajër, se luj për vendin tim, domethënë prindë me familja, gjoku jam, adhëju jam, s'ka maknaci, edhe di që pritum në Kosovë gjithkon kur shkojna, ti je i këtu, edhe që je rrit jashtë ti je i këtu, ti je shqiptar. Kështu që unë gjithmonë i tham, çysh të ndihesh, nuk ja imponoj kërkojna, se ti dosh me ndi. Jo më shmja bë çefin dikojna, a prind vana san. Se nashta tani nuk shkon mirë, thua e bona për ty, dul keq. Jo, dosh me ndi vet. Kështu që domethënë ti po ndishe mirë me veten në kalimin që e ke bu. Valën po më intereson kur vishën në Kosovë, çka është tani po që e bën? Sani por më shkoj drejt në katon, edhe do të thon drejt e Berberi. Drejt në katon, edhe mas pore gjyshin se hala e kam. Be edhe gjyshin kam të kona bobës, kështu që sa ti kem që ta bili pleqt, mi respektu, mi posa ma shumë, mi vizitu, se di që një laf, çfarë do pak i gëzon ata, udon. E që aja është aspekti jam unë jam shumë kona familjes, është për mu shumë më rëndësi, jashtë na adino, më thonë punës, kështu që sa më shumë që më imi vizitu, imi gëzu, normal që aja është sani por që bëj. E përmend të gjyshin, qysh në ti jetë gjyshi për sukseset e tua? Normal shumë. Se gjyshat më do këtë mas shumë të na përkrajnë, hallo ma shumë se prend. Se thojnë gjithmonë që e dënë ma shumë djalin e djalit ose auton. Një mena, adin gjithmonë normal edhe nashta, qëri dush me bo edhe venin. Unë e di se unë e foli shumë me njerëz më të mëqëm edhe me gjyshin e sajnë vene. Ka shumë nipa e mesa, po dikush din me bo për veti, dikush s'din, për shembull dush me ditë edhe me bo venin. Ti pas me ditë me bo venin? Po shumis në kos di, jam i gjenë shumë, por edhe me njerëz edhe në jetë, edhe si t'jom hini derë, s'mu kam shilë qaja derë. Mu thashu në nuk di fort shumë për futboll ashtu, po jo më interesu që mu kom pak me përgatit, ne? Kështu që e kom pa diçka një 2 golsh ndaj Anglisë. A kishe besu që kime mujt me boj që ato, ani pse diçka me muriqin, kish ndodh një penalti. Po, shumë e përfol një sen, po shumë e përfol një kish kohën me sa e posh. Po, se adin, ma shumë është se për shkak që mund njëri me bo hat-trick nuk ndodh shpesh që shënën një njëri 3 gola një loja. Amo, për ata gjithmonë edhe ja boj halal gjithë se është shumë djalosh edhe ka meritu edhe aj me jep golën, se aj mi ka jep 2 pasimet për me jep qatë gol. Amo normal ju ka një lojë mirë, po qato e kom di që e kom di do sana edhe ju më kon 7 muaj lëndum dhe sa të kom lu qatë lojën me Anglinë, edhe vetë sa ju më këthy edhe unë gjithë thamë që ata njerëzve shumë edhe në trive sa në vene kur i shët që po mlem kjo kur je mas keq dhe gjithë mund i thamë njerëzve që atëherë du të me bo mu hizmetin ma të mollin se tani shpërblimi vjen tek ma vonë, jo kur e lypti Zoti vetë zgjedh kur ka më të shpërbly. E mu më ka shpërbly
Në qatë 2 loj, pa ta këthy me kombëtarën, lojtëm këto me check-in, fitum 2-1, hina në loj në 45 minuta, e bon asistimin vendas për me fitu lojnë 2-1, e tani shkoj me luj atë lojnë në Angli, dhe direkt mas zdijas 30 sekunda, bum, golla e parë, e që ato një me adin më ka shpërbli zoti shumë, se nashta dhe ka di që kom vujt, se veç a jedin, se unë edhe me njerëz me mi kalzu që kom vujt me vetë vetëm psikikisht, se gjithë sen jetë është këto, mental. Unë e di, ku mi më sfidu në shumë aspekti, jo veç më futbol edhe në jetë, se më ka sprovu... O sfidu Valjoni, po më intereson, për jo pytet e tjera. Jo, në sprovu thjesht me lëndime ku pas trona, ju sfidu edhe në jetë kështu të ka una, do më thonë edhe ka familja, për shamu, sa do qoftë, a dikush u konë smut, a diçka, për shamu, ju më sfidu edhe vetë, për shamu, prej rrethit, njerëzve, se unë jam një tip që s'menoj keq, a njerëzit faktikisht menojnë keq, ka shumë pak njerëz se vërtet, këto mrena në zemër janë të pastër. A ju dëshpron herë për dikush? Shumë, për shoqnis, për njerëzve, dikon e një mën, nuk din më të vlerësu, ka metë shumë pak njerëzve mi besu, shumë pak, asë një dorës më i më të njëgjë, sa njerën që... Gjatë kanë thonë dora... Sidomos për shokëve, për shamu njënën, tash të më i me thonë, s'ka i emnin s'ja për meni, kur e kom rritë ma shumë se boba vetë. Unë jëm konë një farë njëri i huj në atë shtetë, a unë e kom marë, e kom greje, e kom marë me vete, sa në vene, i kom nejtë gati për zë sena, kur kom pos unë nevoj, për ato a i su gjina, po që ato e kom po që apet a i naltë e din, kështu që vinë sena tani një jetë, gjdo njeri të se karma kur të rokë fort. Do më thonë po besejshën karma. Edhe pse ka njerë na shqiptarët, kur na bën dikush tepër shumë pa drejt, thojna që na thojnë, hajtë se Zoti shet, tani doke që Zoti vënën, por nuk harran. Kështu që gjithë shkan këtë botë fejet. Zgutët për gjithë sen, ti nuk e din ku të rogë. Nashta së rogë ty, rogë dhe tjetër kojnë edhe mazi, për ty se tani ti ndihesh shpirtnisht për gjatë sen, nashta me një dikon, nuk e din. Kështu do të më ru. Nuk ka një mirë me gjithë kanë. Sa ka shoqni Valjoni, pra? Kështu kam shoqni sa dush. Shoqni tamam, se shoqni ashtu kena. Unë e bëj, si që ta është siu një juve, do këtë nashta që të kom njofë këmë di se di, me bo njerëz, me ngreka, unë me bo një laft mirë, qëfar do koftë, jo veç futbol. Mund me fol për qëfar do seni, si di diçka, mund una, për shamë me shpreje, po edhe energjia njerëz thojnë se t'hin e kini farryme që i tërhek njerëz ka teje, nuk e kam atë problem, që tash i kom thonë edhe babës se ty më qunë Brazil, veç kur të vija atje ki boni rrët, direkt, se kam problem se edhe me gjuhë, me çdo senë, më vinë senet shpejt, se kam problem. Ma mështë që ato ta shoqni kam shumë, a shok edhe, për shama kështu që thonë, që tina në 2 natë me thirë, vjen ku do qoftë, maksimum 1-2. Po gjatë kanë thonë, se s'mundesh mi pas shokun e 3, normal, ose ki 1 ose ki 2. Ama normal ata që i ki kështu të familjes, ata normal se ata familja, ama kur po folëm për shoqni, 1-2 që valla, po një me kam e shtin ashta dur në zjanë, për mu është 1-2. Okej, shëshur zotit i paske, dhe shpesoj që kemi pas të njëtën. Me halandin, shok dhomë si Nikona? Jo, unë më ka arrob mu se a i ka shku në Salzburg, unë im shku në Itali. E unë të në qatë kohë që thash një vjetë shumë lëndime, shërimin e pasazhojt në Austri, jo në Salzburg, po konë nga Salzburg. Edhe kom najt një kohë ato, e tani aje diti që jam unë ato, më luti se ka pas edhe një kohë të vështirë, pak në fillim kërë u shku, s'ka luqa shumë, edhe më luti tha, apo vjen me banu me mua, adin, sa do që qofë që je këto, se adin edhe në Norvegjez, unë jam rritë në Norvegji, qytetet e kena Singat, edhe ka ditaj për mu, unë kom ditë për to, tash po mërë, sa problem. Na ka ro 2-3 javë me najt, me ta para se më këthy, edhe jena shoqnu, tash di najt, jena shoqni taman, adin, shpesh folme në një tjetër nëse shkrujna, djala shumë i mirë, po në atë aspekt kër ka pasaj nevoje e kom një mu. Po jo veç kështot si shak, për shamë më kanë ato, po e kom këshilu se më ka ro me najtë qatë klub 6 vjetë, e di që ka u kom për një i ri, se aje, e kom di që ka me pas suksese, për në fillim u kom shtira, gjithë e kom thonë, gjithë sen, bëm pako, po talentin e ka pas, po veç e kom thonë pritë momentin, edhe një me ka pritë momentin, kështu me të modë, o dhez me njerë qatë vitin edhe, si karriera, tash të bo, ilbote, tash të mo, tjetër nivel. Mu ma mërmenja që me krejt futbolista ti je shok, ama kur i ta bëjnë që të pyte keme pas fështirë, nështë me nda menën ka, po trega, si zbohet në i qka. Cili është futbolisti maj suksesshëm shqiptar? Si pas Valjonit? I ki 2, Gjerdan Shaqirja dhe Granit Xhaka, kështu me këqyrë qa kanë mëri me ba, ama ta është të zbën me haru edhe këta që në kom para neve, se për shamë
edhe një Lorik Cona kalune për klube të moja, ka lejtar me karakter, u kon kapiten Marseja, u dën. Është njerëz nuk e din, amo është ka gja, diçka mu kon kapiten Marsej, se Marseja është një klub shumë i madh. Edhe është Flonca t'i ka flak, nuk është let me lu në atë klub, kështu që amo nashta tash ti menu në kohën teme që më karo ma shumë për shkak me i po, normal që Graniti edhe Gjerdoni. Mendimi jot për ta, jeni kështu shok, ju Po, flasme. Çka kanë dish, se për shembull na që nuk e njohim edhe nuk i kemi taku prej afër, nuk i dina afar veçorish kanë, çfarë njerëz janë, kështu që çka kanë diçka një veçori që ti ndoshta e vren të ta. Jo, në përgjithësi janë djemë të mirë dët, më karo me najt me ta, janë shumë djemë të mirë, kështu të tipa familjare. Me Graniti më karo me fol pak ma gjatë për dosene se pa pritëm një farë mënyre kërë këm pos një intervjit këzë emocionale, ai më ka lojmëru edhe ma ka shkru një farë shkrimi shumë të mirë, më të ka du drejtë, më ka befasu edhe falendrej shumë. E që ato e këm po që do më thonë jena si, nashta si njëjtë në dësene, se na që i na rrit jashtë i kina dësene pak ma si njëjtë, adin i kina ato vujtët e fillimit, por me jesi refugjate, nuk të pranojnë që je jashtit, kini far bullozime, një far racizme, sa në venë, po edhe jeta, tani qysht ka si edhe normal, tashti aj për shamull, që tasht goti si ma i vjetër që po është, kalu si mas mirti. Kam rrim më konë adin kampionën në Gjermoni me Leverkuseni që su konë me vite edhe u konë lejtar të amon kështu të kapiten lider për ta. E veçoj se e di që i natë e ka silë me bo këtë sen, dush me pas i natë, për gjithë sen dush me dasht më konë gjithmonë ma i miri, me fitu gjithë loj, e aje e ka ato të amon kështu, është i na gji malë. Po besoj edhe të Gjerdoni, se Gjerdoni ka u konë, tash me këshirë në klube kështu, Gjerdoni u konë Bayern, u konë Inter, u konë Liverpool, do më thonë këto klube që janë shumë të maja, do më thonë cilësit, si lejtar nashta që veçohen për me bo diferenca, i ka nashta Gjerdoni kështu. Gjatë takimeve t'juja, ju ka ndonë herë në rast, kështu që nashta e mon men? A ju ka nolë dikosha, ju ka ndonë në sena? Jo, kështu nasë nga ka ndonë në sena, veç mirë u konë, veç mirë. Veç razën, ja. Ja, dishka su konë në sena, jo, allojnë. Jo në sena e pa zakon, në sena e zakonshme që ka mujtë mi ndodhë. Jo, malo, ja, su konë në sena dishka kështu. Nuk po t'bjan me në dishka. Ma shumë na karo mu taku mas lojve, me fol ma gati, kështu se kështu të privat na karo, që shumë vish me Gjerdoni më karo kër u konë hera para atër në Zvicër kër u konë Alba Festival, na patro pak e sene vene. Ama për ndryshe, jo kështu privat s'na karo shumë me nej. Se dhe ata busy me punë sene, edhe në njejtë. Familja, puna, njerës më po kufizohem, ani për përbuen familjar, përbuen gruja, fëmija, ma, u kry. Qka u konë, shka një postimi juti për një vetur në shqitje, një... Shka u konë, shka duke ishim bo virale djallë do sene. Jo, unë s'mirna me TikTok am kësi sene virale, po të kaltoj drejt, asë që s'u pëlqen heq, se tashti është puna vish mu bo viral. Vish del full për shabu ku me di qka edhe mu bo viral. Nashta s'ki kur far puna, kur vish tashti gati ka njerë, më thëmë sa ma shumë e boba dalakina, sa ma zë më lejzë. Më koni mirë ty, bes nga kërkush. E vërtet. Jo, për kjero kom puna. Po të me shritë edhe ta shajtë mërte qitive ato, nëpse jo. Edhe qita edhe u lajmë unë ka qa shumë njës, po në fund tani e bona që është një pazare mora një tjetër e këto. Po, më interesant. Edhe të shereti, shkoni ato i kanë kjerët e mira, i falendrej ata për një biznes shumë mirë. Shka pas kam bo ata, jo, se reklam pa ma kam bo një qmim të mirë në kjerë temin. Edhe meriton se vana u konë kjerë i mirë. U konë nuk i kja jo? Edhe se i kom gro, këtë gjallë. Sa u konë qasi ajt, u konë kjerë që të shtinë, u konë kjerë i shvejt. Shfare u konë? U konë Mercedes A-Class, kështu 45 AMG u konë. Ta më rënja marrë veshën në Kirani, shfare u konë? Këta që kur të dinë që po të lirë në AMG, këta janë shkojnë flak. A, do më thonë Kirit favorit këka OMG, Mercedes? Jo, tashti. Unë jam që flinë kjerë ndroj gjithë vjetë, kam qef me ndru kjerë. Mi provu. Si përfundim shka ndodhi me qatë kërë, shka të thëshin njerës kur të thërshin? A të drejtojshin ty si futbolist? Qysh po ma shet, qashto i presh, qysh po ma shet, adin, qashto, më nëshin me bo hajgore dhe me nëzër me mirë, po, ja. Po. Ja, e ka meritua i nëshmi më mirë, so që këta ma bën nëshmi më mirë, dhe e mora një kjerë tjetër, e du like nashtë, edhe ata. Po tash e kum po që e ka bledi kush, e po më ka lejnë, edhe wow, ku vi zhurme e tina, se më këto par zhurme, sa është e më kujtëshin do ku me ta. Tu kujtu kjerë apet, a? Qka ngën kjerë, fra muzike ngën?
Shqip ngoj shumë, anglisht normal ngoj shumë, që të dija ma shumë, ama qas mas, kam qef pej popullore të dancehall, të hip-hop, të krejt kejt. Popullore? Po. A din me kënu? Kënaj ka pak shto Se kena një qifteli që se për ndryshë njerës, dhe më ka thonë që shumë thadit që nëse më lenë marrë me qifteli vi. Edhe apet se ki marrë me viti. Valla qatë dit e vleva një qifteli, a din sa rasisht kesh bona në intervjist edhe kalova për pazarat në Prishtinë. Edhe i posh qifteli, me ma Shqiponi, në tash bim ma qatë po se ka jesh me edhe mua. Okej, me përdor nuk den? Jo, s'di. Okej. Kisha posë me di, po nuk di. Me kënu nuk den, do me thonë, a i konë kështu patriotike, që ja jep që na eren ka shpia, na jep. Jo, amo pasioni i dytë jam u konë muzika gjithë. Wow. Jo, edhe nona jam ka posë që u konë muzikant, se kënajsha shumë si i ri. Po kom kënu bili për 28 nëntura me vite, kështu. Hajtë këna pak? Ja, se kom kënu shumë vene, tani ka më po me herë, kanë më janis njës me bo film, ma si do më shësnija. Ama jo, e du muzikin. Okej. Do më thasë Ermalin e kom do shumë si vëgël kongë të tina kom Ermal Fejzullahuna? Cilën kongë të tina ki favorit? Favorit e kom, ose unë se nashtë se kom pos favorit, po Bobi ka pos favorit edhe kish qep kër e knajsha u kongë kjo qika e Prishtinës. Kënaj edhe pak. Hajde dhe veç një pjesë shkort. Hajde shkort. Hajde. Bukuria jote po shohet për dit, jo veç mu po tërgjith po i habit, fshatra e qytete si ti nuk ka, bukuria jote nga i herbën me zgja, të kërkova kun nuk të gjeta në bot, të mira jam po si ti nuk ishten këtë bot, ndështa fajin e ka kjo në ndardani, që ta fal me bukrën ty kjo perëni. Ka, ej, nuk e besova që të sen që din me kënu. Anglisht bile dhe ma jo, nuk po du më qëti. Aj. Hej, zonin si kur tërmalit, edhe po e bëjshë zonin si kur tërmalit. E kom do shumë, e kom gu shumë. Ku hej, nuk e besova që të sen edhe hajla nuk jom të besu që po dishe me kënu. Ja, di. Do më thonë, qëra, shfrytëzoj mundësin. Me shku me ndrejsh pak zonin, del pak. Mos tani me autotune, që është aja. Ka, ej, zdim ke shokua. Momi të atë kom bo artist ty. Jo, po, valojnë, për një me Allah i kofta, jo. Që ti nuk po me të që pa Se nona jem me def, ka qef me kënu fort. Ej, mos më thoj që muni me bu kongë bashkë, din me kënu dhe kështu. Ej, nuk e ljopa të vizitu një herë të shpia, dhe me marrë një def me vete. Valla. Wow, hej, për një me halojë në shak, për nejse po kalu në dikon tjetër. Qka njëva diçka që e ke refuzu kërkesën për me kalu në Manchester City? Kërë më konë i ri, po, kështu seriozisht e ke pasit cena? Po, im konë 15 vjetë në atë kohë, im konë shumë i ri. Edhe si 15 vjeqare e ke refuzu? Po. Okej, pse? Se anë i parë është që kum dosh më shku me vllahun, e si kena pas dytë ofertën. Ku do që më shku, kum pas që me morë vllahun, se vllahu e kum pas talent, po në atë kohë im konë unë shumë ai përfolëm, po ku do që më shku, kum pas që me morë me veti. Edhe normal familja bike me jetu pa familje, 15 vjet i ri, po edhe shkolla, më kallu drejt. Familja jam shumë ka shkolla, u kon shkollimi kon seni primar, i pari, jo futbolli. Futbolli u orë sipas adin tani u rrita u përfola shumë, bishin shumë oferta sa në vene. E normal tani adin kur e shet që po muena me bo, dhe më thonë, ondrën të me realitet normal, që ngrijen tani ma shumë ka futbolli se shkolla, po jam shumë i knaq që e ku marrë vendimi me najtë Norvegji, se klubi atje në Norvegji që konë Superliga, atër na e na konë një katun, u konë tretën ligë, e na kanë morë dëtë, na kanë bo firë për dëve, e tani Allah jam ka kalu atje mas një viti, kumë përfundu shkollën shumë mirë, edhe kër e përfundova shkollën, thash baba, ja që tash pigroj veç futboll. Për juve e bona që të shkolla, nashta edhe për veti, se njeri du më janis për veti, po edhe kumë posë qef mi knaq print, edhe tani vazhdova me futboll për jatisht. A e përcjet politikën në Kosovë? Vallojnë shumë pak. A boba jam shumë. Okej, besoj që dëm prej tina. Sa e ka bisedat e juve në shpejën për ka politika. Më karo ka pak me shqe. Besoj, kina i menin për ashim tha që në Albin Kurtin si kryeministra. Valloj, ishtë tashti qëre... Unë më nëjtë që si kryeministër më nësh me boq
mas mirë ti për popullin, se në fundit ti merr vendime për shtet, po populli më dali i kënaqur. Kështu që tash unë nuk e di cilën e do ka ndosh më shumë ose tjetër, se tash për momentin hashimi nuk është, ama po tash po pak problemi është s'po di njëri çfarë më thon se unë jetoj këtu shumë, po që s'u bë që kjo qeveri kaq gat. S'po di njëri që më thonë, o ta na ku a probleme, kush është më i mirë, kush është më i keq, kështu që nuk kam qef me fol për dikon që nuk e njoh, nuk e di, ama e di që normal që kanë qef me po shtetin e vet sa më mirë. Me çat sa e din, ose me çat sa ka rënë për cjell ose ke dëgjuar dhe biseda, çka mendon që ka bë zoti Albin Kurti mirë në Kosovë, në qeverisjen e vet? Unë mendoj se tash s'po di kushtet për që shpeshane për punëtor, që e di, rrogat ju kanë rritë shumë bepejse edhe u bo që kjo, sidomos se kur u bo që mund me shku të në botë, shumë patën me qef me dal jashtë, e normal tani punëtorët këto lypin pak ma një rrugë matë më naltë, por me najtë në Kosovë, kupton se kur e kanë mundësi nashta me dal dikune me punu, këto që e di që kushtet në atë anën financiare ju kanë përmirësu njerëzve. Nashta krejve jo, s'po folja, ama në përgjithësi që e di. Përgjithësi që e di është që kjo aspekti, do më thonë që edhe normal e di që në rrit pak do pensione, do sene vene. Do të orna pak ma shumë, ama nashta dhe jo shumë, se tashti neves na bot ballkon. Ama pak përmirësimin në çto aspekte, besoj që ju kanë përmirësu. Po e di që ka nevojë alose kur po rritën tani sen, problemi është që nashta rrogat ju rrit, po rritën edhe sena tjera, taksat, rrymat, edhe ushqimi, di që ju rritën shumë sene, kështu që unë e përshëll edhe vet, pasha zotin që tash ti po nej magati ja kombo vetë vetës njëri, veç si të rrin këtu, kus që harxhon. Edhe nuk i sheh, tani kur thu ka shkuën, tani pikopte edhe njerëz se nashta për shkak unë kam thënë pak më të mira, kam mundësi më shumë, ama jo, nuk është edhe jeta e lirë në Kosovë, më të thënë drejt. Jo. Kështu që mirë që e keni kuptuar dhe jo, se për shembull ty nashta s'ka ra me jetu shumë në Kosovë, tash se të bjen ishe edhe vet. Po, fiks. Ti si fytyrë publike dhe që të bjen mu taku me shumë njerëz, sigurisht që të bjen edhe me artista, me këngëtar, mendimet për Ghetto Gjizin, Unikatilin. Po këta janë OGs, këta dush me pas OGs, por këta gjithmonë dush me pas respekte, se këta janë dush me thënë frymëzimi i parë, edhe që ato kanë morë edhe këta trit aspirim besoj unë. Kështu që për ata gjithmonë shumë respekte për ta, edhe halo janë, do më thonë, sidomos Ghetto gjithmonë del me kongë të reja, ky Unikatili pak ma ka, po dhe, Unikatili ka pauzu ma shumë, ama kongë të tina gjithmonë jetin halon, adin, dyqysh gjithmonë njën, kudo që shkon, se u kon nashta dhe i pari kështu adin që ka boni me tamon kështu hip-hop kështu tamon, e tani këta tjertë me rall, ama shumë respekte për ta, edhe i më karom me ngu muzikën e tyne, dhe tashti është një muzikë, dush me dashtja jo, ama do jo, ama në përgjësi, po, shumë respekte për këta që. Na njoni prej tyne. Ti si një njëri që përdishe muzikën edhe kishe vesh për muzikë. Tashtin varë është që qatë dënë për shemon, dikujna i pengon një show me shumë, dikujna si pengon, dikujna ka një herë vjena i tripi me show, ku të në pelqen, qa po dirë, ku të në zëna, ka ere që me thonë në gjake kena pak me show më shqiptarët, kështu që më do këtë i dojna që të kom të tyna, ama jo, tashtin përgjësi, sa që më ka ra me thonë, kjo muzikë ose kjo kohë s'pëm pelqen. Që tash që jam kinë varë tripi që kam. Në qatë që shumë kjerë që jam më bjen një trip, më pelqen. Nëse ishe kon artist, edhe ishtë dasht me bu me njanin për i ty në një kongë, qof me Noizin, qof me Unikatilin, qof me Ghetto Gjizin, me cilin e këshe bu, ama veç njanin ishtë dasht me vendos. Veç njanin për qëtë me treva? Veç njanin për qëtë me treva. Nuk i jetë hatri atyne. Jo, e di që si jetë hatri. Tashti mu më ka ro me ngu ma shumë Noizin, mu të ka du drejt. Se diqysh është halo, edhe halo shumë i fort në tregi. Nashta me Noizin, po. Qëfar muzike kishit bo, kështë qa me lënë që kishit mujt me kriju ju të dëbash? Po dhe unë nej farë Ermoli, a e kishit bambam, dhe ishtë dollë, film. Jemetit e Ermoli, të gjatë qysh jemetit e Ermoli. Ja, me Ermoli në kam, është shumë djallë, shumë ka ro shumë herë me taku. E pësa për shëmbull se ke bo me Ermoli një kam? Ajo, mërë, ajo është jetë nivel më zbajgora, ama po, nuk, adin s'ka jera thamë bëtë vetës, hajtë mërë dikur në talë, mërë bëjë një kongë, sa për me qitë, me hekë, për i zemë, se e ki që. A ishe po këngëtar nëse si shekojnë futbolist? Po mundu që po. Për një me? Unë për të ka dhe drejtë tonë, si thmi, ju më kona e thmi që ullë në mes, këmë thonë bobit graj, edhe unë e knejsha.
Dhe sa të më rishëm ku dhe që shkoj që unë të knu. Wow, të më thotë e pas kërë lujt radio nëse që shi kanë thonë. Po, radi, shtu. Me të mollë. Ata kam blenë arë në mikrofonë la ide. Normal që kod ja nisa se tani më stishin me knuni. Me for 28 nëntura në Norvegji kërë më ledhë shumë këtë taj. Po? Bobe kështë shefe, do kemi su kong ta mënë për men, që mire, ku. Sa orë që kështë të knu azë. Po, kështu që pas ke nostalgji po më duket për atë ko. Po, më ka pëlqimu të dhe drejt. Edhe di që ko halo do kaseta për që të me kove dikush garanti ko. Nuk kam qare pa në shpet juve njerë, kam ju vizitu, kështu që qare s'kam. Valon, po du me të pyt, falinderit, po du me të pyt, a ke pas naj ondër na herë me lujt me naj klub caktum, kështu? Shambull, e ke pas qëllem ose synim me kondikon? Që me thonë Barcelonën e du si ekip, jim rritë me to se idoli jam në futbol, është Ronaldinho, në qatë kohë që u boaj shumë star, aje ku konë në Barcelona, që ato më ka lidhë me Barcelona, për qatë kohës më ka med, a kështu gati interesant, shumë ondë, ose gati kretë ondëras që i këm posë më rana futbolit, i këm realizu, ka dorë zoti mirë, vetë më nësen që më ka med, është me lu në Premier League, se jo më rritë në Norvegji, rritë është të këqyrë Premier League-ën shumë. Edhe këmë thonë, qaja i shkon njerë ondë. Ska që me thonë qëfar ekipë në Angli, nashta Manchester United do kona ekipa që kena këqyrë ma shumë në atë kohë, se vlo e me ka do shumë Manchester United. Amo Premier League o konë si të qyrë se ondra. E qaja e vetë me sen që ka me talo. Edhe normal me kvalifiku Kosovën për naj botrurës Evropian, është të qyrë shu koni farsinimi, e me halo është. Mu në sen që mu ka duke që detë shumë, disciplina që e mojnë futbolistat. Për shamullon e kur nuk e këm ditë që një natë para lojës, ose zdi sa para lojës, nuk bën me pi alkohol, nuk bën me pi duhan, nuk bën me dojnë me naj femën, mu ka duk e pasakënd. Kom thonë qysh more, qysh jetojnë futbolistat, apëten. Po, ama jo, është ko gjani fari jetë. Qysh është që ke disiplina? Mas pari dush me pas disiplin ti me vetë vetë, nësi jëmë punë, si në zdo thënë. Ama po, dush më ruka heja, ajo është ko gjani sen që syni është ko gjithë ka, unë e kanë symin në amël, zotin arruj. Ama ta është je këfizu me vjetë e fundit, bili ma për para, qa vojshra, me qokolada, me bombona, me stene. Amo, Luisha mirë të isha po më duke që të po më lezin. Amo, kur ti bëta vjetë, do vjetë, Allah, si shkon mirë. Amo, normal që aja, gjumi, shumë më nësishëm se gjumi është. Prej sene ma primore që ti kur qosh me gjumë të mirë, ki energjinë shumë ma ndryshe, je shumë ma i pregadit këto, se futbolli është shumë konkurencë, njerëz nuk e menojnë, nashta qashtu se që tu lu non-stop anaj sana, ama ti në ekip i ki 25 lejtarë, 11 kanë me lu, çdo ditë ki konkurencë, ti dush më koni pregadit, do më thonë që ata e lidhët me qatë sen që bo ma ka mësu për fillimi, se ju në koni vëgl, edhe se ku menu kur që adin në atë aspekt, po ka thonë respekto punën, adin, qaja është, kur të respekton punën, do i bjen keq të sene, heja, gjumi, regenerimi, që me thonë që aja dita para lojë, ato, dush me kufizu të energjinë tonë, se tjetën e ditë lypët për ty, jo veç për klubit, jo veç për presidenti që të pagan rogë, për shamu, shumë të mirë, fancav që vinë, shpenzojnë, për shamu, për me po lejtartë, është ka gjani farë presioni, dush më koni pregaditëshëm, se gjithë kush së mëne për balon që të presion, që ata, për që ata thamë, disiplina është shumë më nësishme. Cila u konë ma e fështira me majtë për ty? Për shambull, prej që ty në qaj janë dë pika që dush me majtë, cila u konë ma ka heja unë konë, a beso ma për para, nuk e ki idem. Si do mos kërim shku në Austri, se tani jeto isha vetë. Gara, o veç fast food, ose atje shqyqër zotit, atje me gjisnë dhe drekin e kisha në klub, ato hajqa mirë. Asi që ka isha në shpe, si me ujëm që flinë torte në ekstrem, a kolore, ka kull 1 litër në gjysë në ditje, ta fshisha, 7-8 Red Bulla në ditje, jem kong shtut, mu më vla jam gjithëm të qështë ka rok të shqyqeri, zotin arrujt, a vëdën, keksa, chipsa, tjetër në ditë, full fëqi, interesant. Okej, a i ka në heri pilot, a i trash prej që ty në ushqimeve? Ja, unë zdi interesant e kam një trup, unë mu më blu në fort. E treti mirë. Do me thonë ishte ushqime pas ke pas problemin, a? Wallaj, po. Kishe dash? Ka gjumë jam i mirë. Okej. Ka gjumë jam i mirë. E kam, si të rogë 12 që në i shku në dritat, direkt. Edhe, po, ama buka u konshtë se jam, që shtarë synin a me. Okej, jo. Ama tasht jam shumë ma i mirë. Edhe e këshyri e ushqimin shumë ma shumë. E këshyri, se tasht e njerit, që me thonë, tu mësu e shumë sena, o tonë, tani i fina fillet, ka ushqimi se, që atëherë kur im koni lëndum,
Në Lazio një vjet, më ro edhe imuniteti fort, se më patën jepë nekcia shumë. Adin, se gjajshën i laqë, hajtë nekcia, adin, e nekcia me kortizone sa në venësh ngrejnë, krejt ushqimin, krejt vitaminat, krejt sa e kur i pata ba analizat, më thëshin a lumë ti për një me futbolla, qaq analizat e keqa, në ekstrem, do më thonë imunitetit zero, po veç, tha ti ka ke këtu në tru, ka ke shumë i furt, ja, këtu, unë jam, guri, po imuniteti shumë i keq, tani janë njësa pak me marë suplemente, vitamina, se në vene, me këqyr që ashtë mirë, drita e kuqe, për shamë e përdori gote çdo ditë, për shamë të quna, për shamë e përdori 20 minuta, e kam një farë drite, po në kuq, ha shumë ma mirë, marë vitaminat nevojshme, kështu për më ru, që për shamë edhe kur han njeri keqe, të rujnë vitaminat, edhe, po, besoj që kjo kon aspekti që më rritë mas shumë të. Se tjerat, ju më kon, atë në futbolin e këmë dorë, që këmë najtë goti, ka regenerimi, ka terapia, ka gjithë sen, amo ka hej, është seni që më vërtit që ta është, edhe bili këmë e bo, që ta është një farë thirët, si, adin kër është Ramazane, kër njeri e bënë agjeran, unë është edhe më agjeru për shamun shumë mënyra tjera, unë këmë agjeru 5 ditë me ujë, s'kom hongër buk. 5 ditë veç ujë, kër i kalzën të kënë atë s'ka mundësia, amo është një pastrim në ekstrem i mirë për trupin, ta pastron krejt qatë ki toksina, parasitë, se veç uja, edhe tani me dit njeri me hongër mirë, edhe me ushqy veç me mirë, energjia që vjen për i bukës shkon ven në duar, se ti kërë se ki imunitetin mirë, edhe me hongër mirë, energjia e bukës shkon ven jo duar, e ti s'monesh me shfrytzu që atë energjinë mirë. E kom su shumë sene. Kështu që, jo, tashko ke bo mirë, tashko ke në rregull. Doktor ma bojnë të shi. Super, ta pas kanë që unë jam e perfekt, po më do këtë pas ke shumë profesionit e. Jo, nuk e pas ke vëq një. Që ka mujta me kuptu ke që shumë për e mojshë jetën private për vete. Po, s'kam qef, unë e menaj, jam qasi tipi, edhe menaj sa ma shumë që jep njerëzve material, sa ma shumë kanë mundësi më të aprish, se njerëz qëre, i noti është gjithmonë, ku do që shkosh, njerëz e qitë një shkollë për mi të yune, nuk është njëjtë mo, ti mënesh me këqyrë si i vëgël, kër i nga pas kitë kushtet njëjtë, ki kalu mas mitë, apo? Si të kemë rri pak, ka shka i rejti, ka shko njerëz. As një nuk e ki. E unë e këtë sene i kom po, kur ti thamë edhe njerëzve unë si i ri, kom thonë, ti apë mënën që do t'ju këshia, veç që për shamu kur ki ble, kur ki marru shpije, ki bo merë ma bo një përhajrë. Normal, saj nuk e prish ftyrën e vetë për një përhajrë, po a që ta dëndë mirë, ati të rëzanë. A o dënë, se s'mon është i me ditë, nuk është e mund, që unë i kom po do sene, e kom po që si t'je ma i mire sene vene, që ato ta bënë pa masanej, ti rejnë kratë. Fix. Po që shëndran valoni me jetën personale, pra, me jetën private, ka je, kur më hërtohër, se po jo, kështu jam i gjithë anëshëm, unë e dalë, edhe jam i dalë të edhe ma përpora edhe nuk është që, edhe kur ka pas neja, unë jam një tip, unë musmanin që amenoj njërës, unë di far djali jam, unë jam këtë dakord me vetë vetën, me printe me din far djali kanë, rrethi jam i ngusht e din kush është valuni, s'kam nevoj kërkujna mi kalzu unë, ta është gjithë kush ka më të gjëku, si të henë për një dere, ka më thonë që kjo, së më interesant më e bunë. Unë jetën ta më për vetë veti, shtu që edhe kur këmë dalë, për shamu, ku me ditë kënë, sidomos, kam edhe shok DJ-a, për shamu, që më fëtu, shkajna për neja, unë jam pejpari që dalë e këcaj e zmanine, e bëja të temën, unë jam dalë për më knaqë, si më dalë ato për me këqyrë një një tjetën kush për më këqyrë, a që po bëj. Që aja është aja, farknacimi aja. Unë po ta sheni u nasë që aty në ndërkohë. Qka? Po jo mërë e kom dru vene se e kom pas që to, unë qëtë gisht, po kom një që zban me pasën këtë gisht, edhe ne kom gjitë knejës. Edhe që tu se tjera të vene s'po ban. Qa ty nuk lihet bre djall? Po jo, jo që si një feju, ose që s'paktën që na nuk e dina. Ak një bibi ka i martun dhe ma zi. U martum, qa me bo. Okej, shka, a ka na i sen ka kjo pjesë na i zhvillim? Mos na trego kështu na shta Jo, s'piu kalzoj kërë po deshe me pështjel, ka pak mundesh me mos me na kalzu direkt. Kam qef jetë që shtash jetën personale me mojtë periodës, kam qef me kalzu shumë. Në një të armë të afert? Po, ne. Kur është e vitën të unë e shonë ne, po. Ose përend? E ndi që në një kotë që tash nashta i sholë dhe zoti sa mangat, bëhet ishka. Bëhet? Okej, do më thë këmi qasë e rrugë? Po, jam të mënu më ratu, edhe normal, sa që si më nëftu me dikant, ashtë taksju. Okej.
Inshallah veç shkon marrë dhe shkon mirë. Po më interesant, çka do të më pas një femën për me bë valonin për vete? Qa do të me pas një femën për me bë valonin për vete? Unë mendoj që një femën që din më t'jep rahatin zemra, se që na shkojna, punojna, sfidohem çdo ditë, sidomos na burrat, atë që ja mojnë vetit burra. Sfidohem të nkun, si më punë, si prej njerëzve, si do të thënë, bili kur më rrinë në shtëpi me pas një gru që më mush energjia, i hargjit të ditën, din më të vlerësu për veprat që i bënë. Unë mendoj që me fjalë më të bëna ashtu që tot për veti mrena sekondit, po veprat flasin për ty. Unë kupton gjithmonë që më veprat, mos më këshir çast fjalët, se njerëz mund shumë lehtë më kon tipa manipulus, po këshirja veprat, se veprat kallzojnë vetë, çfarë tipi është çfarë bën për familje, si për gru, si për sonë, kam qef me pas gru kështu zyrtare, kam qef me pas shoqe, kam qef me pas do më thonë për zemnë, me folë për çdo sen, aja mi shprej problemet të sajnë me mu, me ato, mi gjajgjë qilët për bashta, me kalu mirë, jam tip që kam qef, nuk i kam qef negativitetin heq, se për ashtut smirna ma ankesa edhe vetë sankuna qash për sen, edhe kur jam shumë kesh, mirë jam, se gjithë mund ka ma keq, më ka ro me shku kasmës, me po sen është shumë të rona, kështu që gjithë i thamë dhe shuj, mos fëll, adin, a mo një femën që din më respektu, asë është në qërtë ndaj meje, edhe që thash më vlerësën, se unë jam një tip që bëj shumë për njerës të mija, ditë më vlerësu që me thonë veprat e mija, tani jëm nashtë në gjeni me bëllë 2 fish për ty. Mu po më interesant, te e ftyrë publike. A kishe marrë dhe grunë më konë ftyrë publike, atë kishe pengu kjo pjesë, se për shambull në doket sikur në ditë sotit për një me djemve ju pengojnë me pas një femën sukses shme në krau, se që janë njohin bajagin i ratë e gjonë. Jo, më të kalzu drejt, kam qef me pas në jurgu që i thamë zoj, thamë ashtë, që ja vlen kudo që hi me to me dit njerë që është një grua e mirë, është grua e sukseshme, e ka trunin ku dët, po normal, unë bazat familjari janë për mu shumë më nësishme, dhe më thonë, dhe me pas një gru që respekt ndaj familjes, familja është shumë më nësishme, edhe, po, a mos më pengon ai sen, çfarë do të qoftë që është, veç kam qef me pas një rrymë për bashkë. Unë gjithë këmë thonë, kur te keni një rrymë për bashkë, senë tjera që i ful njëri normal, kur kam unë njoftu me dikan, janë të mira, bazat janë themelare, edukimin e mirë për prindve e senë vene, tani senë të vinë vetë, se ti, kur së mund është me thonë, që kjo është perfekt, a këtonë se s'ka njëri perfekt, as vetë janë perfekt, nashta unë jam i mirë, njerët që njoj mu thonë, s'ka me këtë dorë, po nashta kam unë e behanë, unë 12 vjetë tash i kum jetu vetë, kur jeton njëri vjetë, mësuat me do sene nashta që si shte vetë. Që ata, kur së thamë, mënona mu koni mirë, amo që shtash së më pengën as pak mu konë femna e sukseshme e ftyrë publike. Po, që shtash, unë s'kam qef mu konë shumë, me kalzu çdo sen që a bëj unë me familje temë. Ka pak normal shprendojnë për naj foto për shamë me familje, sen unë Instagram, më kështut pe familje s'kam qef qa shumë, se që shtash, bashkur jem as mirë tu bo eufori, tu kalzu njerëz shumë sene, kanë ku të kapën, apo zonë? Atë po të bojnë presion ka shpija, kështu babi, mami, hajde moj, ke bu vjetë. Babi, jo qaq, pak që tash ja ka nis, a mami, me vite. Kur ja ka nis ajo? Me vite, kur ja ka nis, edhe i thesh, mam, se dej 28 vjetë që ato, para ku, i bjen 2020, në më duke që ato dikon, 28, 29, si më konë qaqë kështu me gjoj dikon, për shama si më gati për vete, po edhe i më konë shumë të fokusu në karierë, në jetën temë, me më rri sa ma naltë sa në mene, po Covid-i ma thaj meni, dhe s'po shkoj ke vetë, valloj, do të me gjoj dikon, po se më ra shumë menajt vetë, edhe u mërzita pak, sa në mene, edhe princë mujta mi po qasas familje, nështë, e thejsha, okej, me gjoj dikon që një me për shtatëna me to, ka lejmir me to. Mos më thuj që e ke gjejtë në Covid. Jo. Du që piqat herit jetu jo, më qëfar. Vesh edhe që të pytja për fund dhe ape kryna, kështë pas qef me jetu me nusja me prind të tu, edhe me ty. Këtë sen është që e ku menu, se unë jëm dollë shumë i ri pe shpis, edhe prind i ka ro mas pak ti më po mu, edhe di që prind janë qashtu që gjithë sekund menojnë për neve, si thëmi, ku do që je për shama, apo hanë mirë, apo flanë mirë, apo ka problem, se din ti, ku ti shkon mendja prindit, zotin arrujt, e unë e kicen e di, e ja u vlerësaj për shama, amo edhe, po, kam qef
për shkakun me marr një gru që mi respekton prind, edhe që nuk e ka problem për shkakun mi këshyr, se unë çfarë tipi jam vetë që këshyri shumë prind e mi, edhe kush do të qoftë që muj me këshyre e këshyre, se kam atë problem se prind ma kam bo, mos pori, edhe kur ti boj një mosh nuk është që muj më përkodjes qatë shumë për vetë vetën, edhe normal që atë që më thonë përgjësi e marë. Me gjithë që bili, edhe tani kam qef që edhe, do më thonë gruja, shu që jam me pas njëtin mendim. Po më vjen mirë, edhe inshallah ka me ta plëcu këtë kriter të pas parasysh që për i merë qika të sot, jem kajtuten për më do këtë bashkëtjesës me vjehri, kështu që inshallah... Edhe, shumë sene, u bo, për ka dhe drejt, në inshallah do zoti për shumë normal, gjithë këshëra ato që do ta më u bo shtirë. Po dijat part, ma përpara kom thonë u konë ma shtirë, se atim për femna, theshën, Allah edhe për djemë u bo, ka gjitha shtirë. Ta shikar ku a juve më konë shtirë. Edhe qërët ashtë, gjithë kush i ka preferencat e veta, unë kërkon se gjykoj, unë i kam preferencat e mija, ti si të pengon ty s'kam qatë bëj. Këto jem preferencat e mija, kjo është jeta jam, unë menoj qështu, edhe të nga tjeta, atë pëlqen, as pëlqen, s'kam qatë bëj, dikush për shembull i ka preferenca krejt tjera, nuk ka problem, amo po, më në tham, çdo njeri do të më gjyku jetën e vet, qysh ka qef ai me jetu, mos i këshir çast flas hallku se hallku kam u fol gjithë. Mos u merr çast me ta, e shet që e ki gjoj dikon që po ta kanë, po të pëlqen, po përshtatësh. Merresh shpejt ton vllachko kryj. Jo, aq shpejt, jo. Sille ka të sill. Ka dal dole. S'po na vjen kur çesh. Mirë. Na rritëm vesh në fund, inshallah nuk të kom bejt diçka bërç. Inshallah nuk të kom guc te për na shkaj, inshallah s'kom nxjerr në informacion që nuk e dash më nxjerr. Halo so dol që kemë informacion. Ku ka më kërsit. Kështu që shumë faleminderit që ke sot pjesë e podcastit të patu bon, për vetë jam një shumë rahat me ty, shpresoj që të njëjtën e kom pasur prej teje. Po, shumë mirë. Çdo sa ka rrjedh shumë natyrë, shumë çashtu kam edhe qef. Për çfarë s'kam qef as më përgatitet, më ditë pyetët, veç falësh lirë, kur të din që je mirë me vetëm, çfarë po tudesh me fol. Po, faleminderit shumë Valen. Shumë faleminderit për juve. Kështu që me që të gazetës demos, ka që keshim ne për këtë të shtun, e që jemi të shtunën ardhshme, tong. Tupo.